Po hy, se po ngatrojmë qik temat, po biseda po rrjedh lirshëm. Me muslimanat, qa ke që i kruan vazhdimisht? Jo, nuk kam gjë muslimanët. Unë muslimanët i kam në shtëpi. Unë kam islamin. Qiko, kam idenë që ti i bën një qik e gjenë fundamentalizmin dhe aty ku nuk është tek muslimanët. E shikoj që po ta thot ti e ke lexuar Kur'anin, po ta thot njëri që se ka lexuar Kur'anin, po e shikoj nga ana e PR-it më tepër. Shkon i kruan dhe kur ata nuk bile kanë bërë një status për këtë punë. Rinë muslimanë dhe punë të tyre shkon mu që ju fut nga një gozhë. Jo, kjo është një çështje shumë e rëndësishme, edhe e shtruar në debatin publik botëror. Edhe është shtruar sepse Islami po afirmohet në mënyra të ndryshme, edhe po bëhet protagonist për mirë e për keq, më shumë për keq se për mirë, në kohët e fundit. Pse për keq? Po për keq sepse kanë ndodhur ngjarje që janë natyrë spektakolare, rrëzimi kullave binjake, krijimi i ISIS-it, që kërkojnë të rekuperojnë kalifatin e ISIS-in e zhdukën po muslimanët, turqit. Të jemi atë që, kurdët. Po kurdët. Kurdët janë muslimanë. Pra, mos harrojmë që është edhe një pjesë e moderuar muslimanëve që e lufton ekstremizmin. Bile ata e luftojnë më shumë. Po pjesa, si thua, është pjesa që mua më shqetëson. Se kam frikë se nuk e shikon këtë pjesë. Po jo, po dëgjoj, kurdët janë një pjesë e islamit që nuk ka një rol periferik në islam. Nuk është se u referohet kush, nuk është se kanë skolare dhe kështu dietarë të islamit, e kanë një shkollë, një rrymë. Ata janë. Po kanë xhami, kanë njohur, si neve. Po muslimania. Okej, po atë, si thua, rolin dhe kontributin që ti u njeh, ata e kanë luajtur jo për arsye fetare, e kanë luajtur për arsye etnike, sepse ata janë një popullsi, si thua, Po pra, ja që muslimanizmi nuk është një lloj shtrese që shtyp gjithë të tjerat, pra shtyp dhe nacionalizmin dhe modernizmin dhe po ta kam. Po fal se po bëj avokatin e djallit, Po kurdët e kanë mësuar nga muslimanët, nuk është se kanë mësuar nga fuqitë perëndimore. Turqit kanë sot si problem kurdët. Turqit e pengojnë krijimin e një shteti kurdë, po t'ishte për perëndimor. Edhe Irani, edhe Iraku kanë bile Saddami edhe i gazoi, po atëherë mirë, po i heqim kurdit, në fakt sa herë shajm adheun, mua më shkon mendja te kurdët dhe thema shikoni që 25 milion kanë 100 vjet që luftojnë për një adhe, për një bërtham, edhe si ja u japin. Neve na e kanë dhënë qyl fare, dhe ndoshta nga që na e kanë dhënë qyl edhe nuk dim ta çmojmë. Ne këtu, ne që herët, edhe intelektualit rëndësishme, eksponentë rëndësishme kulturës sonë, janë tallur me kombin dhe kanë menduar që ky nemin si kombi mallkuar, e kanë përdorur terma të tillë, me kornica, me fishta. Dhe është bërë një lloj mantre kjo, që ne themi të gjithë, pse jemi një popull kaq i pafat. Dhe kjo është gjëja më e pasaktë dhe më e padrejtë që ne themi. Unë mendoj që si zor të gjesh në Europë, po ndoshta edhe në botë, kombe më me fat se kombi shqiptar. Ne kemi marrë një shtet, pa e merituar, pa bërë një luftë kush e di se çfarë, ishte një konjunkturë. S'kemi bërë fare. Po, ishte një konjunkturë e rëndësishme ndërkombëtare që u shoqërua dhe u finalizua me krijimin e shtetit shqiptar. Kjo është gjë më e rëndësishme. Në vitin 1999, kosovarët fituan lirinë, fituan pavarësinë. Nuk është një gjë që ndodh shpesh. Për mua është një fenomen çuditshëm, gati shumë miracle. Edhe si mund të quajnë atëherë shqiptarë veten të pafatë të mallkuar. Ne jemi sot pjesë e NATO-s, ne jemi pjesë e Europës. Unë kam takuar njerëz, kur kam qenë në kurë diplomacie, njerëz që ishin nga Turkmenistani dhe nga ato vendet, si thua, që kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik, dhe më thonë, ata e kishin zilisht Shqipërinë, sepse e kishin parë në hartë dhe vjen afër Italisë tashin. Jemi midis dy qytetërime më që kanë themeluar Greqisë dhe Italisë. Ne kemi dekada që nuk dim se është lufta, ne kemi 70 vjet. Ukraina si sot një gjë të donin, të ishin në NATO, vetëm kaq të donin. Ne jemi në NATO. Edhe kjo do thotë jemi të mbrojtur. Si mund ta konsiderojmë vetë pafat, ne shqiptarë që pa merita të mëdha, kemi gëzuar gjithë avantazhe, gjithë favore. Është gjë pasaktë. Po do të kthesha një çik, nëse më lejon, tek biseda që po bënim lidhur me Islamin. Unë do të ktheja bile këtu. Okej. Përse duhet të theksoj një gjë që, unë përmenda kullat binjake, unë përmenda ISIS-in,
Ndërsa unë të përmenda që këto fenomene më shumë i kanë luftuar vetë muslimanët. Më ka bërë përshtypje për Afganistanin. Nuk është e vërtet. Cili fenomen ka luftuar muslimanët? Muslimanët kanë luftuar ekstremizmin islam. E diti që në qoftë se ka 5.000 Amerikanë të rënë në Afganistan, që bashkë me përdimorë shkojnë diku 6.000, janë gati 100.000 Afganas që kanë rënë në luftë me ekstremizmin islamik. Dhe këtë neve nuk e përmendim, se s'na pëlqen ta, perëndimit nuk i pëlqen ta përmendi, ndërsa për sa i përket mundjes së ISIS-it, e ka mundur ushtria turke e këtij Erdoganit të famshëm, i cili në fund të llogarive gjithmonë ruan sa parametra unë nuk hyte simpatizantët e Erdoganit, unë nuk hyte simpatizantët e Islamit, kam vetëm një diçka, ndoshta ti nga natyra je provokator, dhe është normale që çdo mendje krijuese të jetë mendje provokuese. Po, kam idenë që e ke kapur një çik me Islamin dhe do ta provokosh edhe aty kushin. E dim se po them, unë jam si prejardhi, jam musliman, jam bektashi. Po, gjyshet e mia nuk besonin, prindrit e mi nuk besojnë. Po fillove më ngasmove, ju muslimanët jeni kokdera, ju muslimanët jeni fanatikë, ti më kalon mua në pozita mbrojtëse. Ti më kalon mua në pozita pastaj luftarake që dua të kundërshtoj. Në një kohë që unë se kam provuar, unë jam martuar me një ortodokse. Vajza ime mund të pakzohet dhe unë se kam fare problem. Pse nuk jam modern? Jo, po unë ty nuk konsideroj musliman. Jo unë, po janë me mira musliman që se kanë këtë problem në Shqipëri. Po as ata nuk e kanë me mua. Me mua e kanë është një pakicë shumë e vogël muslimanë që janë të zhurmshëm, pakicët e zhurmshme janë një problem i madh i kësaj bote, sepse krijojnë idenë e një gjë që është e madhe. Në fakt janë pak njerëz që shkruajnë në rrjetet sociale. Muslimanët më vinë në studio, edhe unë bëj me biseda, që ndjen shumë mirë. Bile më kërkojnë vetë që të vinë në studion time. Kështu që edhe gratë mbuluara erdhi një Edlira Dyrmishe në e fundit. Kërkoi vetë vinë aty, edhe kërkon prapë vi. Kështu që nuk muslimanët që kanë bon sense, që janë të shtruar dhe edhe kërkojnë, nuk shohin asgjë të keqe te debati, nuk shohin asgjë të keqe te kun. Përkundrazi, më shohin si njëri që i vë pak lëvizje, i aktivizoj sepse janë çik si përgjumur. Kështu që nuk është e vërtetë që muslimanët shqetësohen nga unë. Janë pak ata që shqetësohen, janë ekstremistët, dhe unë me ata e kam, me ekstremistët. Po mirë, ti si e shikon Kuranin, libër lufta apo libër paqe? Ti e ke lexuar? Absolutisht, libër. Fet janë ashtu si duan besimtarët që të jetë feja. Këtu jam dakord me ty. Me lexoj Biblën e mund të hapësh. Po sigurisht. Janë bërë 11 kryqëzata, 13. Libri më i gabuar që kam lexuar, më i tmerrshëm është Testamenti i Vjetër. Pastaj vjen Kurani në listë, që është gjithashtu libër i tmerrshëm. Është absolutisht libër që ka mesazhe luftarake. Mesazhe luftarake dhe agresive Kurani. Po ti varet si e lexon, sepse aty ka edhe gjëra që janë interesante, që po të referosh atyre, fjala vjen, një nga ajetet kuranike është nuk ka shtrëngim në punë feje. Po ky është element mesazhi. Po, por ama gjithmonë në fakt e kuptojnë si të nënshtruar ato të fesë tjetër. Muslimani është ai që komandon, Po sigurisht ka mesazhe kontradiktore, kush e lexon me kujdes edhe librat, edhe Bibla sigurisht, kanë mesazhe kontradiktore, çfarë thon tani nuk e thon pastaj. Kështu që në një moment thon nuk ka shtrëngim në punë feje, në një ajet tjetër kuranik thon ndiqeni pa besën, derisa ta zini dhe ta vrisni. Kështu që është një aliazh aty, Edhe edhe insistoj edhe një herë që fet janë ashtu si duan besimtarë. Jam dakord me ty. Nëse besimtarë duan që Islami të jetë paqësor, Islami është paqësor. Në Islam ka disa probleme që mua më shqetësojnë, sepse në Islam si teori, si doktrinë, pothuajse 100% e muslimanëve besojnë që Kurani është një libër i diktuar nga Zoti. Ky është një problem. Në momentin që mendon që Kurani është një libër i diktuar nga Zoti, ti nuk e merr me si një libër të shkruar në shekullin e 7 nga arabët. Po e merr si një libër të shkruar nga Zoti, që ka vlerë universale, që ka vlerë edhe në shekullin e 22, dhe në shekullin e 21, dhe në shekullin e 30. E mua kjo më duket rrezikshme. Gjëja tjetër që më shqetëson nga doktrina e Islamit ka të bëjë me një lloj enfatizimi që i bëhet martirizimit. Ti nëse jep jetën për Allahun, ti e ke vendin të sigurt në parajs.
Edhe 72 villagjeresha. Po. Kështu që enfatizimi i martirizimit nuk bëhet në fenë e krishterë. Nësa Islami e ka, martirët i ka gjën, si thua, më të dashur, Po, unë nuk e kam lexuar as Biblën as Kuranin, në drejtën, por kam idenë që edhe 13 kryqëzuar, 11 s'po fokusohem dot tash në për të fituar mbretërinë e qiejve janë bërë. Sigurisht, po të krishterë. Edhe aty kanë gjetur një lloj interpretimi që të zhdukin të pafet. Sigurisht, me fjalë, në ato periudha ka qenë krishterimi që ka qenë një fe, e egër. Shiko, duhet të themi që fetë në përgjithësi e kanë atë anën e tyre të errët, siç kanë anën e tyre të ndriçuar. Megjithatë ka një lloj mendimi që ti nuk e di e preke që parë me vetdi apo pa të i kalove tangent pa e pasur mendjen. Ka një lloj mendimi në mendimin e sotëm social i cili thotë që muslimanizmi është më i afërt me të majtën, ndërsa krishtërimi më i afërt me të djathtën. E shikon këtë pikëvështrim ti? Ja, unë i shoh të dyja kështu si të majta ato, me që se bën një analizë të kujdesshme, të mesazhet që ato përcjellin, janë mesazhe që janë fe që përgjithsisht përpiqen të ndodhen afër shtresave nevojë, shtresave të varfëra. Islami promovon shumë të charity-n, të bamirësinë. Edhe kjo është një nga gjërat e mira të Islamit. Se kanë edhe gjërat mira, fetë. Në Bibël thuhet që mëkollaj mund të kaloj një gamile në brim të gjilpërë, se sa një i pasur mund të depërtoj në parajs. Pra, kjo është gjë më e fortë që është thënë ndonjëherë kundër pasurisë, kundër të pasurve. Ka dhe mesazhe sociale, ai që për krah jetimin do hyj krah për krah me mua në parajs. Në Bibël thuhet ai që është në fund, ai që është i fundit sot, ai do dalë në krye në parajs. Ka mesazhe të mrekullueshme. Po janë të majta si mesazhe. Po, ose për shembull ajo që kur vritet një njeri, vritet botë e tërë, domethënë që thuhet në Kur'an, i kam pak në të lexuar nga tjerët. Po, dakord me ty. Edhe krishtërimi mbahet si një zanafill nga mori spunto dhe e majta. Por thonë në kohën moderne, po i mëshohet më tepër anës materialiste të krishtërimit, anës e egër të tij. Krishtërimi sot është bërë një lloj feje laike, le ta quaj kështu, Ja, vërtet. Sepse është më tepër modë të dish diçka se sa ta besosh e ta praktikosh. Ti përmend kryqëzatat, kupton? Dhe prandaj dalin përsërit ajo që thash unë, që fetë janë ashtu si duan besimtarët të jenë. Në kohën e kryqëzatave besimtarët donin që feja të ishte ashtu. Dhe ishte ashtu. Dhe ato referencat teorike pastaj dhe ideologjike i gjejnë te libri, ëh? Si do që ta bësh fendi, ti referencat i gjen, sepse prandaj dalin prapë ajo që thash unë, që ka mesazhe kontradiktore, çfarë thuhet në një faqe nuk thuhet në faqen tjetër. Ti gjen në libër justifikime për çdo gjë që ti do të duash të bësh në këtë botë. I gjen në librat e shenjtë. Librat e shenjtë ta japin këtë lloj avantazhi. Ta japin. Edhe kjo është një nga limitet e këtyre. Feja është opium për popullin. Çfarë problemi ke me Marksin? Ke problem si të duket? Me Marksin jo, këtu dhe fetë bashkojme, vetëm se ai ka qenë një ateist shumë agresiv. Unë mendoj që shumica ateistëve. Neil Ferguson i quan ky mjekrosh që i vinte era se s'dinte të laj. Është ai që ka shkruar biografinë e Kissingerit. Po, e ndjek, kam ndjekur në YouTube të Neil Fergusonin edhe është historia interesante. Edhe këtu shumica ateistëve në botë mendojnë që fetë janë edhe absurde edhe të rrezikshme. Unë mendoj vetëm të parën, që fetë janë absurde, për të thënë sigurt. Po jo domosdoshmërisht të rrezikshme. Sigurisht janë edhe të rrezikshme, por jo domosdoshmërisht. Unë mendoj që një botë pa fe do të ishte më rrezikshme se një botë me fe. Dhe për Marksin si mendon? Për Marksin unë mendoj që ka pas drejt që opium për popullin. Ai ka pas drejt që ky mesazh ka nënkuptuar edhe tjetrën, që fetë janë absurde. Edhe në këtë kuptim unë jam dakord me të. Por opium për popullin, unë mendoj nëse mua do më liej në dorë, ta kisha në dorë, ti zhdukja fetë, unë nuk do t'i zhdukja, sepse unë mendoj që njerëzit kanë nevojë, feja u bën një lloj disiplinimi, feja le themi instalon disa standarde morale që ti nuk ke se si ti instalosh ndryshe, nuk ke mekanizma të tjera apo agjencitë të tjera sociale nëpërmjet cilave ti instalosh. Okej, janë shkollat,
është dhe familja, po feja është e rëndësishme për të instaluar vlera që mbajnë ekuilibër botën. Kështu që unë i njoh disa vlera feve. Ndoshta Duke menduar gjithkohon që janë absurde nëse dikush kërkon aty, kërkon le të themi racionale, 1+1 bëjnë 2. Ai i gjen këto vetëm nëse është i çmendur, se ndryshe nuk ke si t'i gjesh. Aty nuk ka asgjë racionale. Islami e nxit muçi zhvillimin, kërkimin shkencor, emancipimin? Varet Numra tregojnë që jo. Gjë, sot fjala vjen, kur vjen puna te qeliza staminale, është krishterimi që bëhet pengesë. Islami nuk është pengesë. Islami mendon që ti mund të marrësh, opton, mund të përdorësh ato fëmijë deri në, nuk e di, deri 2 apo 3 muaj, diçka e tillë, nuk më mend eksakt këto limitet. Edhe mund ta marrësh fëmia nuk quhet akoma i gjallë, ndërsa të krishterët mendojnë që ai është i gjallë, që në momentin që është konceptuar, ai quhet i gjallë dhe ti s'mund ta prekësh, po e preket ti ke kryer një krim. Edhe për mua krishterimi po i bëhet pengesë zhvillimi shkencor në këtë lëm. Nuk lejon përdorimin e qelizës staminale, që kur merren nga foshnjat janë më eficiente, kupton, edhe janë më të vlefshme shkencërisht. Pra, të jetë qartë për publikun se mos kalojmë në atë bet fjalë edhe për kordonin umbilikal, për kordonin që lidh kërthizën me nënën. Marja e qelizave staminale, i cili shërben për kurimin e shumë sëmundje, jo në të ardhmen, mos gaboj. Të leuqemisë. Po, kur merren qelizë staminale nga foshnja, qelizë staminale mund merren edhe staminale, mund merren edhe nga njerëz që janë të rritur. Por qeliza staminale të marra nga foshnjat kanë forcën edhe eficiencën e dur për ndërtuar preparata, po nuk di sa, unë nuk jam ekspert, por që mund t'i bësh shumë të vlefshme. Edhe këtu Islami nuk bëhet pengesë, nuk bëhet pengesë krishterimi. Gjithashtu